dhe dëshmia e djalit është pikërisht e hedh pretendimin e Naimit poshtë dhe e thot kur kemi qenë aty ka bërë pushka bam, kuptimin që ka kërcitur. Pra, edhe sipas përshkrimit të prokurorisë është një detaj shumë emocional dhe për mendimin tim detaji më emocional gjithë këtë histori është kur Granit Plava afrohet dhe qëllon ta qëlloj Liridonën me një plumë në kokë, Liridona instinktivisht e ngrit krahun për të vetëmbrojtur dhe Naimi e mbërthan për krahu dhe për t'ia lënë rrugën të lirë. Ajo është për në gjykimin tim më emocional gjithë këtë histori, pra se si ka zemën një njeri me pa bashkëshortën duke vrarë dhe për mbajt krahun ashtu. Pastaj Naimi është largu me fëmijët vetëm pasi Liridona është qelluar. Jo si ka thënë ai vazhdimisht që ka hyrë dikush e tjerë, këto gjithë kanë rënë ujdi sepse prokuroria ka pas faktet mjaftueshme edhe përmes tabulatit të bisedave që janë zhvilluar në qysh më herët mirë po edhe në momentin kritik ku Naimi thotë që i jep shenjë që tash është koha për të nisur, ose edhe pastaj në bisedat që i kanë bërë që i thotë kjo punë është u kryme në fond e tjerë. Pra me pak fjalë, pra prokuroria i ka pas gjithë tabulatet çka e ka zhvesh si thua Naimin e ka qenë matos totalisht nga çdo argument që ai mund të paraqeste. Kështu që nuk ka pas asnjë dyshim se Naimi është organizator bashkë me Kushtrim Kokallën i kësaj tragjedie. Dhe prandaj po bëj një leitmotiv për të thënë që është për mundgjykimin tim e pafalshme se si Kushtrim Kokalla nuk është dënuar me burgim të përjetshëm, se do është të tretë dënuar sepse kanë qenë grup dhe organizator, pra të tretë bashkë. Për këtë çështje kam një pyetje Faton, tani i bie që me këtë vendim, nëse nuk do prishet në shkallat më lart, pra nëse nuk do rrëzohet apo të kthehet për gjykim, Naim Urseli bie që të dalë i vdekur nga burgu, apo ka rrugë të tjera që mundet ta shpëtojë, ndoshta si është legjislacioni, e kam fjalën. Ka hapësira? Po, jo. Nuk nëse vendimi i gjykatës themelore për gjykata është pritur një dënim i tillë në kuptimin e asaj që ka qenë pra e ditur që nga fillimi që vetë Naimi pra ka qenë arkitekt i kësaj vrasje, gjitha provat prokurorisë pra e kanë për ligj pra arsyetimin e saj për fillimisht për arrestimin, pastaj edhe për kërkesën dërguar gjykatës për të dënuar me burgim të përjetshëm. Mirë, po unë megjithatë nuk jam aq shumë i kënaqur me këtë vendim për arsye se është dashur që të tretë të dënuar me burgim të përjetshëm, pasi të tretë kanë qenë pra hartues dhe ekzekutues të këtij plani makabër për vrasjen e Liridonës. Pra Naimi bashkërisht planin e ka bërë me Kushtrim Kokallën, të cilin e ka shumë të afërt dhe cilit i ka Kokalla nuk ka qenë në vendin e ngjarjes në momentin e krimit. Jo, i ka qenë në shtëpi si pjesëtari i FSK-s, pra, Forcës Armatuese së Kosovës. Mirëpo vetë Naimi fillimisht i kishte propozuar pra Kushtrim Kokallës për ta ekzekutuar, derisa nuk ka pranuar një gjë të tillë dhe e ka njoftuar me Granit Plavën. Pra, Kushtrim Kokalla ka qenë dieni të kësaj vepre, mirë po ai nuk e ka parandaluar për kontraze, ka qenë si thua bashkë me Naimin në një farë mënyrë hartues dhe organizator të kësaj vrasje. Kështu që është e pakuptueshme se si vetëm Naimi është dënuar me burgim të përjetshëm, derisa Kushtrim Kokalla me 30 vite, mirë po familja e të ndjerës tashmë kanë deklaruar për media që do të apelojnë në gjykatë në gjykatë supreme këtë vendimin për Kokallën, derisa në anën tjetër është shumë e kuptueshme që edhe pola në këtë rast e Naimit edhe e Granit Plavës ta dërgojnë siç e thotë ajo me drejt besoj edhe në apel. Pastaj mirë po pavarësisht kësaj unë besoj që edhe apeli do ta vërtetoj vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë pra për dënimin me burgim të përjetshëm, sepse nuk ka asnjë alternativë tjetër për vrasjen e Liridonës që ka ndodhur me 29 nëntor të 2023. Naim Urseli nuk kishte në fundit edhe gjitha manovrat e tentativat deri tek gjendja psikologjike, aftësia e tij që përdori Naimi, por në fund nuk ja doli. Po, Naimi ka përdorur dy pista për t'ia hedhur gjykatës. Fillimisht ka tentuar që përmes një ekzaminimi psikiatrik
të mund të shpëtoj gjëja se ai nuk ka qenë, si thua, në prej se ka ndodhur rasti Liridonës, nuk ka qenë mirë mentalisht, në këtë kuptim për të përfituar nga ulja dënimit. Të nëmë gjithë ka përdorur figurat e tjera politike me rëndësi në vend, siç është zoti Pacolli, që e ka përmend disa janë gjykat, me qëllim për ta shpërqendruar vëmendjen nga edhe për ta fokusuar vëmendjen diku tjetër, edhe me idenë që gjykata do të bie në atë grac dhe pastaj nuk do të merret shumë Naimi dhe në fund do të kishte një alibi që nuk ka pas shumë fakte të mjaftueshme për ta dënuar. Këtë mirë, por gjykata nuk ka rënë në asnjë prej lehtësave të Naimit dhe prandaj ai është dënuar me shumë drejt me mbergë përjashëm. Ajo që ishte sot e veçantë ka qenë reagimi shumë emocional i familjes së Liridonës, babait, vllait edhe njerëzve të tjerë të cilët janë poshtë jashtëzakonisht shumë të emocionuar njësoj si ditën kur e kanë varrosur Liridonën. Megjithatë, pavarësisht këtij dënimi, sikur ne kemi biseduar edhe më para, Faton, motivi çfarë mund të themi? Ka aq shumë kemi folur për motivet, po sot kemi dënimin për jetë, po ndoshta nuk kemi zbulimin e motivit zyrtarisht. Pse ndodhi ky krim? Jo, krimi ka ndodhur sipas prokurorisë për 2 arsye. Pra, fillimisht ka qenë çështje probleme në qeft. Dhe dyta ka qenë siguracion që Naimi e ka bërë Liridonës në Suedi me 3 milion pound që përkthyer në euro i bie diku 280.000 euro, afërsisht 300.000 euro kështu. Pra, këto dy siguracione, pra, edhe problemet në qefte të cilat pavarësisht se nuk janë përmend në këtë akuzën e prokurorisë, pra datojnë që kur Naimi kishte trajtuar Liridonën me një të afërm të tij dhe kur Liridona ka qenë e njoftuar për një gjë të tillë dhe pastaj kanë filluar pra fërkimet e para çiftit aty. Dhe Kushtrim Kokolla e ka ditur për këtë aferë Naimit, Kushtrim Kokolla sepse është i afërm me tij. Dhe Naimi ka thënë se ka përveç të afërm ka pas edhe shok dhe i ka treguar çdo gjë që po ka lënë vështirësi me Liridonën dhe pra ka thënë i është hapur që rruga më e mirë i ka thënë që për të larguar, si thua, edhe këtë njollë edhe këtë presion të Liridonës është që edhe të lirohen prej saj. Mirë, po në tjetër përfitoj në aspektin ekonomik, kur dihet që Naimi ka sipas gjatë procesit gjyqësor, pra prokuroria ka paraqitur një sër numrash të njerëzve të cilët Naimi ju ka bërgj. Pra, ka një shumë jashtëzakonisht më të njerëzve që i kishte bërgj dhe Naimi dëshironte, pra, si të thotë një popull me një goti vërejtë të dy zëj. Pra, atë çliroi Liridona dhe në aspektin ekonomik ti pagunte disa burçe që ai kishte. Mirë, po, duk fatmirësisht ky plan u zbulu shumë shpejt. Pra, me pak fjalë për mos më bëj tepër, pra dy janë arsyet. Pra, problemet që kanë filluar kur Naimi e ka trajtuar Liridonën me një të afërm të tij dhe për çka Liridona kishte kuptuar mirë, po kishte thënë që për hir të fëmijëve do të rri me ty. Edhe mirë, po Naimi nuk ishte si thot publik kur thyet gota më është problem. Pra ishte thyer ajo lidhja shpirtërore që kishin pasur. Dhe e dyta është pastaj siguracioni që Naimi me një pas ngjarje ka bërë Liridonës, pra në Suedi nga ku ai do të përfitonte në rast se do të deste 3 milion krune, duket besoj që po krune i thonë. Suedi, kështu që 3 milion krune do të përfitonte ose përkthyer në euro diku 280.000 euro. Sa mendoni që tek vendimi i gjykatës ka ndikuar se pam gjatë proceseve gjyqësore, seancave edhe dëshminë e fëmijëve? Po, ajo ka qenë më emocionale, sidomos e djalit i cili ka rrëfyer me emocione të mëdha se si thot kur hyri hajni i bëri mamit bam, pra e ka kuptimin e shkrepjes së revolës. Kjo bie ndesh me atë paraqitjen e Naimit në gjykat ku ai thotë që krismat janë dëgjuar pasi e është larguar. Pra thotë e kemi parë që është larguar një njerëz që ka dashur në grabis dhe unë kam marrë fëmijët, jam larguar dhe Liridona ka ngecur me turr dhe pasi jemi larguar, jam dëgjuar çënat.